Në një atmosferë të mbushur me emocione dhe dashuri për fjalën e shkruar, në Strug u organizua një aktivitet i veçantë nga Klubi i Librit të Strugës, në nder të ditës së botërore të librit. Ky organizim mblodhi dashamirës të librit, krijues dhe të rinj duke rikthyer vëmendjen të rëndësishme tek leximi dhe roli i letërsisë në shoqëri. Me stingujve të qetë në një ambient frymëzues, aktiviteti solli në qendër penat strugane. Autorët që ndër vite kanë kontribuar me pasurimin e kulturës dhe identitetit letrar të qytetit. Sonte jemi mbledhur për të shënuar ditën botërore të librit dhe për të biseduar për diçka që na intereson të gjithëve, siç është libri. Sonte tek pena strugane nuk do flasim vetëm për librin në përgjithësi, por edhe për mënyrën se si ndikon libri në jetën tonë. Si na prek, na forman dhe na ndryshon. Le ta fillojmë diskutimin me një ide të thjeshtë, libri dhe përvoja jonë me të. Secili prej nesh ka ndonjë libër që e ka prekur më shumë. Ndonjë libër që ndoshta e ka lexuar edhe 2 herë. Libër që e ka ndryshuar sepse realisht librat e mirë të ndryshojnë ka pak. Tani këtë ndjesi, këtë impakt, po filloj unë për shembull, e kam pasur tek disa libra, por sonte do ta veçoj Alkimistin e Paulo Coelho, besoj shumica dhe kanë lexuar. Në dukje të parë, është një libër i thjeshtë, por me një mesazh të thellë, të fuqishëm. Secili prej nesh ka një ëndër që duhet ndjekur dhe ajo që më ka ngelur në mendje është ideja se pengesat që shfaqen gjatë rrugës, sepse rruga është poshtë e rëndësishme sa edhe destinacioni, pengesat që shfaqen nuk janë për të na dalur e për të na penguar, por për të na mësuar. Pikërisht të gjë bëjnë librat, na japin kurajo për ta gjetur veten dhe rrugën të cilën dëshirojmë ta ndjekim. Tani jam e sigurt se secili prej jush ka një alkimist të themi të vetin, një libër që e ka prekur dhe e ka ndryshuar. Le të flasim për librat që i kemi në zemër dhe pse. Mund të jetë ndonjë roman i cili na ka ndryshuar bot kuptimin, ose ndonjë libër i cili na ka ardhur tamam në momentin e duhur. Kur dëshiron të flas, do ta dëgjojmë me kënaqësi, ndoshta historia e juaj mund të bëhet frymëzim për dikë tjetër që ta lexoj. Kjo dramë është shfaqur dhe vazhdon të shfaqet, edhe sot e kësaj dite në teatrot më famos të botës. Dhe ajo që të bën përshtypje është tema që e trajton. Në qendër është një grua me emrin Nora. Ka 8 vjeç që është të martuar. Ka dhe fëmijë. Por çudia e mendon që është e lumtur. Gjithçka ecën vaj. Por vjen një moment dhe gruaja e kupton që jo, nuk është e lumtur. Dhe atëherë çfarë bën kjo grua? Vendos t'i lejë mbrapa të gjithë familjen, burrin, fëmijët dhe ta fillojë një jetë ndryshe. Fillimisht të duket diçka shumë e thjeshtë. Prag Krishtlindjesh, gruaja mirret me bredhin, përgatitjen e bredhit, fëmijët lozën sepse ka kush mirret me ta, një burr i cili si më t'jashtë mase bukur, mirë me gruan, por për çudi gruaja e kupton që ajo është vetëm një kukull në shtëpi. Por fatkeqësia është sepse ajo ka qenë kukull gjithmonë, ajo ka qenë kukull që nga fëmijëria, sepse mënyrën si është sjell babai i saj me atë, vazhdon të sillet bashkëshorti i saj me atë. Fundi është shumë i bukur, sepse zakonisht librat më të bukura në botë janë fundi. Po Gertit, djalit tim këtë libër që nuk do ta lexoj kurrë. Pasi që djalit i tij në moshën kur ai e ka shkruar, ka qenë 32 vjeçar, tani është më tepër, ka pas një tru prej 4 vjeçari, pra ka qenë një fëmijë me autizëm. Pra aty fillon e gjithë ngjarja, pasi që është një libër aq bukur i shkruar, nuk është si këto histori të bukura, të përkryera që lexojmë, por shumë rart. Çdo pjesë e tij është e përshkruar, çdo sakrificë, si prindë, çdo vuajtje, ndonjëherë edhe mospranimi i ngjarjes që i ndodh, por dhe sakrifica e prindërve, si dhe dashuria e pakushtëzuar e prindërve. Dua të cek vetëm 2 ngjarje që jashtëzakonisht më kanë trondit kjo, është një pjesë ku ky si prind i shënon një letër djalit të tij, edhe paraqit gjithë ato emocionet e veta, dhe në një pjesë thotën të kërkoj të falur, pasi që nuk jam i pavdekshëm. Domethënë, vuajtja e prindrit me një fëmijë të sëmur
që të shkoj para ti në botën e përteshme. Sa të vështirë kanë këto prindër t'i lënë fëmijët e tyre të sëmur pas. Dhe gjithashtu, pjesa tjetër është po ashtu në fund, gjatë gjithë kohës, domethënë ai tregon sakrificat, tregon vështirësitë, çdo gjë që has me fëmijën e tij, dhe në fund edhe pse nuk beson, ai lutet Zotit me të vetmin qëllim, duke dhënë dhe shpirtin e tij në sëmundje më të ndryshme ose edhe të vdes vetëm e vetëm që fëmia e tij të jetë fëmijë normal. E vetmja gjë që kërkon është që fëmia e tij të jetë normal. Domethënë është një libër që edhe pse kam lexuar, edhe pse jam prind, e përjetoj shumë. Do shta edhe në këtë moment është shumë dikues. Domethënë të çon të reflektojsh edhe shumë gjatë pas leximit. Por libri që me të vërtet më ka lënë shumë shije të mirë të jetës është libri nga Robin Sharma, Kush do të qaj kur të vdesësh. Ky libër realisht është një qasje që njeriu duhet të veprojë në jetën e tij. Që jeta të mos veprojë mbi ty. Domethënë, kur ti kërkon të jesh e lumtur, në radhë të parë ti duhet ta bësh veten tënde, të paktën të jesh e lumtur, të jesh e përmbushur, të jesh e arsyeshme në mendime. Domethënë, të bën realisht që ti të mos vdes në fund të fundit, domethënë në gjithë rrugtimin e jetës tënde, të mos vdesish e palumtur. Por kur vdekja të afrohet apo kur njeriu mendon që sidomos në moshë të tyre ku ka kaluar shumë peripeci, shumë barriera në jetë, shumë sprova, në fund kupton që po, me të vërtet ti e ke jetuar jetën, je e plotësuar, të paktën ke munduar të jesh e përmbushur me të gjitha elementet që ti ka ofruar jeta. Bëhu prind i mirë është një element shumë i rëndësishëm në shoqërinë tonë. Ne bëhemi prind, mbase në kohë kur jemi apo nuk jemi gati, gjithkush domethënë mënyra si vjen nga rrethanat, nga koha ku veprojmë apo ku jetojmë, por për të qenë një prind i mirë për fëmijën, jo vetëm për fëmijën, por edhe për pasardhësit, sepse ti do jesh një shenjë e mirë tek fëmijët dhe më pastaj ata do ta përcjellin brez pas brezi. Ashtu siç ne kemi marrim shembull më të mirë kur nëse prindrit tanë kanë qenë të mirë, të sjellshëm, kritikuese kështu me radhë. Domethënë, kjo është një element që autori e trajton për një shoqëri pak më të gjerë dhe jeto plotësisht të vdesësh i lumtur. E gjithë kjo vepër përmbyllet me këtë tregim që njeriu duhet të jetë i plotësuar në jetë që në fund të fundit edhe vdekjen ta pranojë si diçka shumë normale apo shumë natyrale. Gjatë këtij organizimi, pjesëmarrësit patën mundësi të dëgjojnë pjesë nga krimtaria e autorëve vendas, të cilët përcollën emocione të forta dhe reflektimin mbi jetën, vendin dhe kohën. U theksua se libri mbetet një nga mjetet më të fuqishme për edukimin dhe zhvillimin, pavarësisht sfidave që sjell epoka digjitale. Organizatorët nga klubi i librit të Strugës theksuan se qëllimi i këtij aktiviteti është të nxjisë kulturën e leximit, sidomos tek të rinjt dhe të krijojë një ujë lidhëse mes brezave përmes letërsisë. Sipas tyre, pena strugane është një nga pasuritë që duhet ruajtur dhe promovuar vazhdimisht. Të pranishmit e vlerësuan këtë iniciativë si një hap i rëndësishëm drejt rikthimit të vëmendjes tek libri, duke theksuar se aktivitetet të tilla ndikojnë drejt për drejt në ngritjen e vetëdijes kulturore dhe artistike. Në kafene i vetëm hira jashtë po pindeshi Retës brazeshin po të shëmë brazesha Në gjamin kundre, vizatoa me gisht Një fytyr të shtret, i kur pavesi
Përmbyllje të penës Strugane në një atmosferë të ngrohtë dhe plotë emocione, në fund të aktiviteti vendosi të përmbyllet me poetët vendas. Morën fjalë duke recituar nga një poezi, duke sjell para publikut ndjesi të thella, kujtime dhe reflektime të jetës së përditshme. Secili varg i recituesit u prit me duar trokitje, duke dëshmuar lidhjen e fortë mes krijuesve dhe publikut. Ky moment përmbyllës i dha një dimension më të veçantë aktivitetit, duke e kthyer atë në një festë të veçantë të fjalës artistike. Kështu pena Strugane u mbyll me zërin e poetëve të njohur në këtë qytet, duke lënë pas një mesazh të qartë se fjala e bukur dhe arti i poezisë vazhdojnë të jetojnë dhe të frymojnë brez pas brezi. Unë poezinë e kam titulluar Trëndafili i këputur. Është këputur trëndafili në fillim të stinës, pa i hapur mirë petalet, në shtëpinë e heshtur, në dhomën ngjyrë gri, një nën ka harrue me qesh. Akull e ftohtë zemra e nënës, si dëbora që nuk shkrin maj bjeshkëve. Një lutje del nga të qarat e shpirtit, me buzë të thara e sy të lagur, flet nëna me rrobat e të birit, mbledh dhimbjen si petale të rëna për dhe. Ah, trëndafili i nënës, veç aromën më le. Në shpirt i gdhendet dhimbja si medalt. Ofshame saj mbërthen mure e trar. Ka mall ky shpirt i vrar. Zemra e nënës në dy botë e ndar. Ditët i rëndohen, varur në zinxhir. Si të quhet kjo nën, veç se e pa bir. Unë kam zgjedhur një poezi të Medine Halimit, ajo është prej dëshirë që t'ju përshëndesit të gjithave, kishte dëshirë të jetë këtu, por ajo ndodhet në Mërgim dhe fatis ai keq që nuk mund të jetë sot prezente këtu. Kam zgjedhur një poezi, është një poezi e bukur, pak më ndryshe prej këtyre tjerave, ato ishin shumë bukura, po na prekën pak si tepër. Kjo është një poezi tek një kafene. Tek një kafene, buzdrimi të zi, e ullur mbi krenarin time, duke të pritur ty. Sa herë ju premtova valave, që nuk do ta fal, atëherë u turpërova se kur nuk ja kam darë. Po të ajo kafene, vje dhe sot, por jo për ta falë si dikur, se jeta nuk pret si që pret zemra, e ata të them, se vazhdoj të jetoj, dhe mësova mos të besoj. Festo të fnu, këtë liri që me gjak ke për, ne vjetë për këtë ditë ke luftu, dhe tani jeton në pavarësi, bashkë me vllazit tonë Shqipni, me Serbinë si e pajtu, dhe për to kur si e dorëzu. I matë për ty luftoj, për këtë flamur që kur s'lishoj. Mu joro, a kemi kuptu se Kosovën jetë e tanë është dashme qliru? Po gëzoni mër Kosovar, këtë Kosovë të bekuar, për djersën që rodhin balë, historinë për ta treguar. Në Kosovë, tani po lulizon nga njerëzit tanë heronj, që danë shpirtin për këtë dhe, sot ta frasin, më dhe. Përgjova hënën e pastaj yjet këtë mbrëmje. Përgjova hënën e pastaj yjet këtë mbrëmje. Si të dënuar, ato rëzoheshin drejt perëndimit. Mendova. Sa më kat. Koha vjen e shkon, e rrjedh drejt amshimit. Dhe unë përsëri, plot e pshmbushur, vetmuar, shkoj në shtrat në përgjërimit. Është ëndër mendimi im për ty. Ëndër se ti ke me met për herën sy. Në poltronin e zi ka veç mendimet bardha. Në njërën dorë mban pultin, e në tjetrën dorën time.
Më jep vështrime atua se shumë don me më thanë, por lajmet s'të lanë. Miratojnë brendita në fjalët që nuk i thamë kur duhej. Ashtë ka bahet vonë, e mu më duhet me më fol letë, në këtë kohë të zvetë, që pushon koltukun e zi. Andra shpolujmë një natë tjetër, kur po na merë gjumi, pret një tjetër. Në kafene i vetëm hira jashtë po pinte shi Retës braze shin po të shëmës braze shamera ki Lë gjamin ku